prej edukatës gjatë atyre çështjeve që pranojnë debatin është drejtësia, shfaqja drejtësisë dhe thjeshtësisë. Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist." O ju besimtar, qëndroni të drejtë për hir të Allahut dhe dëshmues të vërtetës. "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Mos ju tërheq juve armiqësia ndaj një populli, duke u sjellë në mënyrë të padrejtë. I'dilu, tregohuni të drejtë, huwa aqrabu lit-taqwa, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Dhe fiksoni Allahut, Allahu është gjithnjohur me veprat të cilat ju i punoni. Imam Maliku ka pas thënë: "Innama ana bashar ukhti'u wa usib." Un jam thjesht një njeri. Ndodh që e them të vërtetën, ja qelloj të vërtetës dhe ndodh që mund të gaboj. Djali Imam Ahmedit e shikonte shpesh Imam Ahmedin që bënte dua për Imam Shafi'iun dhe i thotë që ti shpesh bën dua për këtë imam. Si është puna e këtij imami? Ja kthen Imam Ahmedi duke thënë: "Kana ash-Shafi'iu ka-shamsi lid-dunya wa kal-'afiyati lin-nas." Se Shafi'iu ishte si dielli për dynjan dhe si shëndeti për njerëzit. Pra dietarët janë udhëzuesit, orientuesit e njerëzve.